Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha sot se shpreson të fitojë lista serbe në zgjedhjen e Kosovës të dielën në mënyrë që përfaqësuesit serb të marrin vendet e tyre dhe të përfaqësojnë në një mënyrë të tillë që në të ardhmen përfaqësojnë interesat e popullit tonë dhe jo interesat e Albin Kurtit. Ai tha gjithashtu se ishte një vendim i mirë nga Slađan Nikolčevići, antar i iniciativës qytetare për liri, drejtësi, mbijetesë, i cili u tërhoq nga procesi zgjedhor si kandidat i vetëm për deputet nga Shterpsa, sepse si ishte ai, nuk donte të shkonte kundër popullit të vet. Drejtori i Zyrës për Kosovë dhe Metohi Petar Petković bisedoi në Niš me personat e zhvendosur brenda vendit që jetojnë në atë pjesë të Serbisë dhe i ftoi ata të votojnë për listën serbe, sepse siç theksoi ai është e rëndësishme për mbijetesën e popullit serb në atë zonë. Ai tregoi se nëse lista serbe fiton të gjitha 10 mandatet në Kuvendin e Kosovës që i përkasin komunitetit serb, të gjitha proceset e tjera politike do të jenë të pamundura pa listën serbe, e cila këmbgul ekskluzivisht në interesat e popullit serb në Kosovë. Ministri i Punës së Jashtme i Serbisë Marko Đurić tha në një intervistë për revistën gjermane Spiegel se antarësimi në Bashkimin Evropian për Serbi nuk është vetëm çështje njohje, por një qëllim strategjik, duke theksuar gjithashtu se përparësia është që qytetarët të jenë të kënaqur dhe se vendi të ndjekë një politikë të jashtme të hapur. Ai gjithashtu theksoi se qëndrimi i Serbisë për çështjen e sanksioneve kundër Rusisë është kompleks, sepse Rusia ashtu edhe Ukraina mbështesin integritetin territorial të Serbisë në çështjen e Kosovës, por gjithashtu kujtoi që Serbia vazhdimisht ka votuar për integritetin territorial dhe sovranitetin e Ukrainës në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare që po mbahen në Kosovë ndikojnë edhe në ngjarjet në bllokun politik shqiptar në Maqedoninë e Veriut, ku qëndrimi pasqyron situatën në Kosovë dhe konfirmon përçarje të thella. Analisti politik Sefer Selimi beson se zgjedhjet në Kosovë mund të kenë gjithmonë ndikim në ngjarjet në bllokun shqiptar në Maqedoninë e Veriut për shkak se afërsisë gjeografike dhe lidhjes. Gazetari Nazim Rashiti thot se interesi për ngjarjet politike në Kosovë është shumë i lartë, sepse qytetarët e Maqedonisë së Veriut, veçanërisht shqiptarët, janë shumë të lidhur me Kosovën si historikisht ashtu edhe përmes ngjarjeve të fundit. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, gjatë javës së kaluar në Kosovë kanë hyrë gjithsej 375.000 qytetarë, ndërsa fluksi më i madh është regjistruar gjatë fundjavës, ku janë regjistruar pothuajse 214.000 hyrje. Arsyeja për numrin e shtuar të mbritjeve të qytetarëve nga diaspora janë festat e Krishtlindjeve dhe të Vitit të Ri, si dhe zgjedhjet parlamentare në Kosovë që po mbahen me 28 dhjetor. Analisti politik Ilir Deda tha për Klan Kosova se ardhja diasporës para zgjedhjeve është e mirë, sepse du të jap atyre mundësinë të shohin nga afër situatën reale në Kosovë dhe të mendojnë se për këtë do të votojnë. Le ta shohin gjysmën e Kosovës në le të dalin në treg dhe të shohin produktet, këtu janë shumë të shtrejta se sa nga vendet që vinë, dhe pastaj nëse e duan Kosovën, donë të bëjnë të ditur të dielën, nëse duan të ndihmojnë Kosovën apo nëse duan të jenë pjesë e lojrave politike, tha Deda. Pjesa më e madhe e botës krishtere sot festojnë Krishtlindjen, lindjen e Jezu Krishtit. Një nga festat më të mëdha të krishterë, Kisha Katolike Romake kremtoi meshën e shenjtë në mesnatë. Midis ditës e Krishtlindjes dhe Krishtlindje dhe mesha solemne e Krishtlindje u kremtua gjithashtu këtë mëngjes në katedralen e Nën Terezës në Prishtinë. Duke e drejtuar besimtarve i peshkvit Dot Gjergji i Prizrenit dhe Prishtinës bëri thirrje për paqë dhe u bëri thirrje të gjithë të jenë të përgjegjshëm, duke deklaruar se Kosova ka nevojë për stabilitet më të madh politik. Të krishterët që festojnë Krishtlindjen sipas kalendarit gregorian e festojnë këtë ditë me familje e tyre pas meshës nëpër kisha.
Në shëtitore në veri të qytetit e Mitrovicës ka filluar instalimi i dritave dhe dekorimeve të vitit të ri. Gjatë instalimit të pemës së Krishtlindjes, pjesëtarët e policisë së Kosovës ju afruan punëtorëve dhe kërkuan leje për instalimin e dritave të cilat komuna Mitrovicës së Veriut e kishte marrë më parë nga policia. Pasi u siguruan se leja ekziston, policët u larguan dhe instalimi i pemës së Krishtlindjes vazhdoi. Në ditët e mëparshme në shtyllat e ndryshimit rrugore instaluan llampa dekorative. Moti nesër do të jetë pjesërisht me vranësira dhe shumë i ftoftë me ngrica. Në mëngjes do të fryerë dop dhe mesatare nga veriperëndimi shumë e fortë në lindjet e vendit. Temperatura e mëngjesit do të sillet nga -3 deri në 0, kurse ajo maksimale ditore nga 1 deri në 5 gradë Celsius.